e temi e di. Njeriu më i zëshëm kundër Sali Berishës pas shpalljes non grata. Denoncimet ai janë dhe sot. Ka qenë opozitari më i thekun në krah të Bashës. Basha nuk bënte betejë, bënte gazi me Ali Bej. Ka qenë njeriu që i ka thënë Sali Berishës atë që nuk ja ka thënë as Edi Rama. I ka thënë vrasës për gërdecin. Kupton? Bashkë me Jack Marken që i fliste për të birin që fle 15 euro hoteli në New York, më se thash. Jack Marken e thoshte si dridhe i sy. Dhe pas kësaj që shkoi dhe u bë me statut, eventualisht u bë nën kryetare, më se thash, i besohet një qark i rëndësishëm. Llafet nga njerëzit demokrat atje janë që ai nuk u duk ditën e votimit dhe të numërimit. Nuk u duk. Nuk ishte as në media gjatë fushatës, edhe në terren bëri, mori një rezultat skandaloz. Dhe tani vendoset aty ku thua ti në krye të grupit parlamentar. Për mua kjo është shenja më e qartë që doktori do të largoj me çdo kusht çdo njeri tjetër që ka vlera dhe moral politik. Pra, Etemi po jep një mesazh qartë. Etem, miku im i thotë, ti nuk ke punë mes nesh, se unë mes teje dhe gazit, zgjedh gazin, që më ka sharë nga nëna. Tani, se si ta shpjegosh këto, doja të pyesja pak. Zoti Bardhi, rezultat jo të mirë. U shma nga primaret me një ex officio që u gjenë në primare aty që asë më skandidonte. Tashmë analizë në Partinë Demokratike nuk ka. E i vetmi lajmi mirë është që do hynë kuvend. Më thuaj pak si e shikoni Partinë Demokratike në këto momente, çfarë po ndodh brenda asaj partie, për të kuptuar dhe ne modelet që do luftojnë Edi Rama, sepse sot, unë që sot a them, betejë e radhës do jetë Zeqi ne Gazmend Bardhi. Më thënë, kjo është në optikën e asaj që do ndodhit sepse e kanë përcaktuar. Jo, që një analist në Partinë Demokratike do të ketë, unë për këte e kam bindje. Gjatë kohës së verës, Partia Demokratike ka qenë zënë, dhe më thonë, me gjetjen e fakteve të korrupsionit politik, flasë për zgjedhjet, si dhe vjedhjet e blerjen e... Përshën gjithë në plash, vetëm doktori dhe ti mund t'i marrë. Jo, se ka shumë njerëz, Flokert, ka shumë njerëz që kanë punuar për këtë punë, dhe më thonë që edhe të përqimit... Gazi jo, për shumë. Edhe Gazi ka qenë, Biles Gazi është një nga ato, është një njeri punëtor, themi atë që është, dhe më thonë është një njeri punëtor. Po me rezultat pa mirë. Jemi dakord, funja dhe më thonë... Se tani, po që djali mirë t'i gjejmë në një nuse ta martojmë, po na duhet për politika. Ato e di vetë ai për nuse po gjojmë, e kam fjalën këtu që ai djali mirë për të punu, mund shkojë në zyrë juridike të punojë si avokat, si jurist, çfarë do jam rregull. Problemi është politikan, sa vota more ti zotri? Jo, unë 5.000 ca vota. Ti more 5.000 ca vota, e kupton? Ti, që nuk je rezident në kuptimin siç është Gazi këtu. Pra erdhe dhe me këtë narrativ që ke, me këtë që je, more 5.000 ca vota. Tani, ai zotria ka marrë rezultatin që nuk e, edhe sikur ta lije fushën bosh, kam përshtypjen se mund të merrte 5 mandate PD-ja. Ka qenë një nga bënit pa mbrojtshme ta. Ka qenë një nga qarqet më të vështira, i kishte përballë Belinda Ballugun si edhe domethënë të gjithë krimin e organizuar të asaj zone. Domethënë është unë e kam parë me sytë e mia Flokert domethënë gjatë fushës blerja e po mua si morë ti 5.000 ca vota më burrë. Po i mora më pas krimin edhe ti me vetë atë. Janë njerëz të cilët domethënë më kanë besuar më për imazhin të cilët unë jap bazën që nuk e kam besuar po them. Po ja ka besuar Berisha. Po tani Gazin domethënë që e ka besuar, ishte një nga drejtuesit e qarqeve të kësaj. Ore, po të më pyesësh mua, domethënë do ta veje ti Gazin domethënë në qarkun e Fierit, unë nuk do ta vija. Okej. Nuk do ta vija në qarkun e Fierit. Mund të ishte më efikas në një qark tjetër, në bazë edhe jo në këtë qark. Funja, domethënë, unë nuk e di për çfarë qarku i fundit ku ka qenë Bardhi, e dini? Kush ka qenë? Ka qenë Elbasani. Çfarë ndodhi? Po gjithë ato rrumuja pa fund. Një jetë e humbur më. Vdiq dikush. Ishte jetë e humbur tani se jetë e humbur të ishte Partia Socialiste e cila po të flas, një sekond, po të flas, jo nga vetja. Po. Kjo që po të them është ajo që ka thënë Sali Berisha për Gaz Bardhin.
duhet shkojë dhe t'japi llogari për vrasjen e Pirin Xhuvanit, ka thënë. Po, sot do më thelbi qëndron që sot Gazmend Bardhi de facto është edhe de jure është kryetari i grupit parlamentar përsëri. Çështja qëndron dhe këtu do duhet të pyes. Nuk do që ti krijon fraksione më doktori, më është marrëveshje. Çështja qëndron që demokratët sot, se që janë të mërzitur janë, këtë nuk e vëmë diskutim. Tani kur ata nuk shikojnë, për shembull aty në Partinë Demokratike tem ju keni marrë një rezultat mirë, ka dhe djem të tjerë që marrin një rezultat mirë. Nuk mund të hapet dot kjo parti, pse vjen gjithmonë duke u mbyllur. Gjo, tani këte Partia Demokratike dhe forumet e saj, e kanë thënë, edhe Sali Berisha e ka thënë, që ne do të bëjmë një analizë, forumet e Partisë Demokratike do të bëjmë një analizë. Unë nuk a thash, po e përsëris, që gjatë verës jemi marrë me punë të tjera. Dhe komentimi i ngjarjeve. Kush ka vjedhur, si është abuzuar me pushtetin, me administratën. Po jo, kush ka qenë efikas, kush ka qenë efikas, funja ato njerëz që kanë qenë efikas, kush është metoda e tyre që të ishin efikas, pse një kandidat apo një tjetër është më efikas, të zgjedhim diçka që të shkojmë drejt zgjedhjeve të tjera. Mund të të bëj një ngacmim. Patjetër. Për ty, këto që ndodhen në maj, ishin apo jo zgjedhje? Ishin zgjedhje të stisura. Po pra, nuk ishin zgjedhje pra. Jo, më ishin zgjedhje të stisura. Nuk ishin zgjedhje demokratike pra. Po nuk ishin zgjedhje demokratike, sigurisht që nuk ishin zgjedhje demokratike. Unë e flas këtë me atë jetë që kam jetuar nga pritet e vitet siç duhet të jetë mos e. Ne po rrisim kalamajt këtu. Ne që i kemi të vegjël. E kupton? Dhe unë prandaj po të pyes. Tani pyetja ime është, mirë më zotri, këto nuk ishin zgjedhje, siç duhet të jenë se nuk ishin zgjedhje europiane. Kemi qef ne ti jenë më. Europiane pra, duhet shkojmë drejt BE-s. Tani dhe jetojmë një regjim. Një diktaturë, doktori po thoshte një diktaturë. Po diktatura vash me fjalët sepse domethënë është është një regjim. Një regjim, po. Tani një regjim ekonomik më shumë, një diktaturë ekonomike. Pyetja ime është, ore më fal. Pse legjimoni këtë regjim duke ju bërë fasadë dhe duke u futur në parlament? Se kjo është nuk i njoh zgjedhjet, po shkojnë, se këta për rrogë nuk shkojnë, se po më thej që shkon gazi në shok për të marrë rrogë 5.000 euro në muaj, e mbyllim debatin, them ok, shkojnë për rrogë dhe mirë kuptoj. Unë nuk mendoj se shkojnë për rrogë. Vendimi